Na ishte njëherë një mullixhi i cili mburrej gjithnjë. Mirë po njëherë e teproi shumë. Një ditë përpara mullirit po kalonte mbreti bashkë me gjaktarët e tij. Vajza e mullixhiut që ishte shumë e bukur, po rinte përpara portës duke t'i jarrë lesh. Mbretit i ra në sy ajo vajzë e bukur dhe nisi të bisedonte me të. Jati i vajzës u fut në mes të bisedës dhe zurit i thoshte mbretit se ç'vajzë të mrekullueshme kishte. Ne, madhëria juaj, i me bie dhe kashtë të tjerë e kthe në Flori, u mbur mullixhiu që sharak. Është e tepër të themi se e gjora vajzë nuk mund ta bënte kurrësi një gjë të tillë, por mbreti e besoi mullixhiun dhe mendoi se kjo do të ishte një mënyrë e mirë për të mbushur thesarin e pallatit, që ishte pothuajse boshatisur. Prandaj e mori vajzën në pallat. Me të mbërritur atje, mbreti e futi vajzën në një dhomë me kashtë dhe i tha asaj se donte që ajo të thirrte kashtën e ta kthente të gjithë në ar deri të nesërme në mëngjes. Ndryshe, do ta kishte punën keq. Me të mbyllur dera, vajza filloi të qante, sepse puna që i dha mbreti ishte pamundur të kryej. Por, në një çast, ajo dëgjoi një zë të dobët. Pushote, mos qaj, se do të lagësh kashtën edhe pastaj s'do të kemi mundësi ta kthejmë në ar. Përballë saj qëndronte një burr i çuditshëm, shtat shkurtër. Ai kishte një bark të rrumbullakët, kërcinj të gjatë të hollë dhe këmbë shumë të mëdha. Rrobat i kishte shumë të vjedhëruara dhe në kokë mbante një kapele të gjatë e shumë të shtrëmbër. Po të mi japësh gjerdanin tënd, unë do të bëj atë që të kërkoj mbreti, tha ai si të thoshte diçka fare të thjeshtë. Vajza e mullixhiut hoqi gjerdanin nga qafa dhe ja dha. Burri i çuditshëm e futi thellë në një nga xhepat e tij dhe u ul përpara Çikrikut të tjerrjes. Çikriku nisi të rrotulloi aq shpejt sa nuk dukej fare, dhe dëngu i kashtës nisi të zvogloi dhe në vend të tij nisi të zmadhoi një pirk me ar të shtritshëm. Kurrezja e parë e agimit ndriçoi dhomën duke hyrë përmes dritares, gjithçka kishte përfunduar. Burri i çuditshëm u zhduk, po aq shpejt sa ishte shfaqur. Mbreti u ngazullua kur pa pirkun e madh me ar dhe i kërkoi vajzës së mullixhiut të martohej me të. Ajo kishte shumë turp t'i përgjigjej dhe mbreti e mori heshtjen e saj si pranim dhe u martua me të qatë pasdite. Për një farë kohe gjithçka shkoi mirë, por thesari i pallatit përsëri u mbarua, kështu që vajzën e gjor, tani mbretëresh, e kyçën përsëri në dhomë përpara një dëngu me kashtë dhe një çikriku për tjerrje. Përsëri përpara mbretëreshës së mbytur në lot, u shfaq burri i çuditshëm. Mbretëresha ju luta ndihmonte përsëri dhe i ofroi të gjitha xhevahiret e shtrenjta që mbante në duar e në qafë. Por këtë herë burri i çuditshëm nuk shfaqi interes për xhevahiret. Dua të më premtosh se do të më japësh fëmijën e parë që do të lindësh, përshpëriti ai. Mbretëresha u dëshpërua, por gjithsesi i premtoi burrit të çuditshëm se do t'ia plotësonte kërkesën. Dhe ai u ul menjëherë pranë Çikrikut të tjerrjes. Sa po filloi të rrotullonte Çikrikun, një pirk me argu grumbullua anësh tij dhe kur zbardhi dita, kashta ishte kthyer e gjitha në ar. Mbreti përsëri u gëzua dhe për një kohë gjithçka shkoi shumë mirë. Ca kohë më pas, mbretëresha lindi një foshnjë të bukur, por gëzimi i saj shuhej menjëherë sapo kujtonte me frikë në zemër premtimin që i kishte bërë burrit të çuditshëm. 7 ditë pas lindjes së foshnjës, ai u shfaq pranë diepit. Mbretëresha nisi të qante pa pushim. S'pas ke punë tjetër ti, veç të qash vazhdimisht, i tha me inat burri i çuditshëm. Do të pranoja të bëja gjithçka tjetër vetëm foshnjën jo, i tha mbretëresha me lot në sy. Në rregull, atëherë po të kërkoj diçka tjetër. Nëse brenda 3 ditëve gjeni emrin tim, unë s'do t'ju marr foshnjën. Dhe ndërkaq u zhduk po aq shpejt sa që ishte shfaqur. Të nesërme në mëngjes, burri i çuditshëm erdhi përsëri dhe u ul pranë diepit. Mbretëresha kishte dërguar gjithandej lajmëtar për të gjetur ndonjë njerëz që mund ta dinte emrin e tij. Me të kthyer,
ata I kishin sjell asaj disa emra. Dhe sapo e pa burrin e çuditshëm, ajo nisi t'i thotë: Mos e keni emrin Kaspar? Melchior? Balzer? Ja, ja ktheu burri I çuditshëm dhe u zhduk aq shpejt sa që ishte shfaqur. Mbretëresha dërgoi lajmëtar të tjerë deri në trevat që gjendeshin në kufitë e mbretërisë. Mëngjesin tjetër, burri I çuditshëm u shfaq prap pranë djepit. Mbretëresha e pyet: Mos e keni emrin Beastrip? Mutuncalf? Lekstring? Jo, ja ktheu sërish burri I çuditshëm dhe u largua me një pamje të likë në fytyrë. Mbretëresha ndenjë zgjuar gjithë natën, duke pritur lajmëtarët që t'i vinin njëri pas tjetrit, dhe kur I humbi shpresat se do të mund ta shpëtonte foshin e saj të shtrenjtë, mbërriti lajmëtari I fundit. Ai ishte krejt I raskapitur, mirëpo pikërisht ai I solli mbretëreshës lajmin e mirë. I tha se shumë thellë në një pyll të dendur, kishte parë një burr të çuditshëm shtatshkurtër që po vallësonte rreth një zjarri duke kënduar këtë këngë. Unë nesër foshnjë do ta marr, prandaj sot në zjarr mish do pjek. Mbretëresha kurs do ta mësoj, se mua më quajnë Rumpelstiltskin. Në mëngjes, si zakonisht, burri I çuditshëm shtatshkurtër u shfaq sërish pranë djepit. Mbretëresha bënte sikur akoma nuk e kishte mësuar emrin e tij. Mos e keni emrin Kunz? E pyeti ajo. Ja, Tha burri I çuditshëm dhe mori foshnjën në duar. Heinz? E pyeti sërish mbretëresha. ja, Tha ai dhe zurit e ecte drejt derës me një nënqeshje të likë. Atëherë keni Rumpelstiltskin. E tha prerë mbretëresha dhe vrapoi drejt burrit të çuditshëm dhe ja rrëmbeu fëmijën nga duart. e pas ke gjetur. Ja, me siguri ta ka treguar ndonjë magjistare. Klithi burri I çuditshëm duke përplasur këmbët aq fort të dysheme sa u rrëzua dhe pastaj u zhduk për të mos u parë më kurrë. Mbretëresha shende verë, duke e shtrënguar fëmijën fort në gjoks, vajte dhe ja tregoi mbretit të gjithë ngjarjen. Ai edhe u habit, por edhe u gëzuaj shumë që fëmia e tij kishte shpëtuar dhe që mbretëresha kishte dalë nga telashi, saqë harroi të zemëroj me Mulligjiun që I kishte këputur atë rren aq të trash pa ju skuqur fare faqja.